Fal punës që po realizohet qoftë nga institucionet vendore, po ashtu edhe nga shoqatat, prania e kafshëve ndacake në rrugët e qytetit ka rënë në mënyrë të ndjeshme. Vitin e shkuar janë larguar nga rruga rreth 400 kafshë si maca dhe kryesisht qend. Numri për momentin duket dukshëm që ka ra, bashkia ka hap 2 streha ku janë aktualisht 200 qen. Ne vetëm 2024 kena shpëtu nga rruga 400 kafshë ku futen mica dhe qen, po qen mas shumti, pra që janë në nevojë, dhe mund të themi se ka një numër të rënd, por prap kena një punë shumë të madhe me bë. Një punë e rëndësishme po bëhet edhe me nxënësit e shkollave ku po edukohen rreth kujdesit dhe ndërveprimit që fëmijët duhet të kenë me kafshët. Ne kena 13 vite eksperiencë dhe e shohim se si brezat mosha të ndryshme kanë mendime të ndryshme dhe mund të thojmë se kena arrit në një konkluzion që brezi i kalum nuk na ka lënë një mentalitet shumë të mirë për ta. Për njëtë ne po mundohen me ndryshu. Mentaliteti ka kanë që nuk i pranojnë, pra nuk e konsiderojnë kafshën si një mik të familjes. Ma shumë ka kanë qeni roje i shtëpisë, mica për me majt larg mit, pra nuk janë konsideru me që familje si që i konsiderojmë ne sot, edhe kishim dashur që tanë me i konsideru kështu të tillë. Studimet tregojnë se mbatja një kafshë shtëpiake mund të sjellë energji pozitive, por nga ana tjetër vendimi për të adoptuar një kafshë duhet të jetë i menduar mirë dhe me një plan afatgjatë.